Ndalet edhe tek qëndrimi i një Libri Shqipëria dhe të mëdhenj trajton pozitën e Shqipërisë pas luftës së dytë botërore deri në periudhën e luftës së ftoftë, me fakte të marra nga arkivat shtetërore në Washington, Londër dhe Moskë. Autori i këtij libri, Hamid Kaba, thotë se historia luan rol të rëndësishëm që në të ardhmen vendimet politike të jenë më të mira. Studimet tona të deri tanishme, për i vërtetës, kemi shumë angësi sigurisht, por shumë gjëra janë në rrugën e ndreqjes, por mendoj që një gjë e rëndësishme është ajo që duhet ta bëjmë, të bëjmë studime mbar kombëtare. Studime që përfshin edhe shtetin shqiptar, që përfshin edhe Kosovën, që përfshin gjithë viset shqiptare. Portofolio rreth librit ishte eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Xenofon Krisafi, i cili vlerësoi lart punën e Hamid Kabës. Ai shtoi se ky libër sjell qëndrimet e ndryshme të fushive të mëdha botërore për Shqipërinë. Libri i profesor Kabës, Shqipëria dhe të mëdhenjt, sjell një kontribut të veçantë në literaturën historiografike shqiptare. Ne shqiptarët kemi një histori të pasur dhe interesante. Një histori të cilën heraherës e kemi glorifikuar nga ndonjëherë në ekstrem, sikurse të tjerët na e kanë përbaltur në ekstremin tjetër. Dhe është detyra e historianëve të kohëve tona që ta shikojnë këtë histori me realizëm, me gjaktësi, me objektivitet, për t'i vënë të vërtetat në vendin e tyre të duhur. I pranishëm ishte edhe historiani Ethem Çeku. Ai thotë se gjatë leximit të veprave të Kabës ka ndjerë artikulimin e qartë të ideve dhe koncepteve bashkëkohore për popullin shqiptar. Më ka ra rasti të lexoj disa herë, jo këtë libër, po edhe libra të mëhershme të profesor Kabës, të cilët për mua për një periudhë të caktuar të historisë kanë qenë një ndihmës të madhe për të ndërtuar logjikën historike dhe për të punuar asa kam forcë dhe dije në një projekt që në rreth historisë Kosovës. Libri Shqipëria dhe të mëdhenj nga Hamid Kaba nuk do të jetë i fundit, sepse ai tani më është duke punuar rreth librit të tij më të ri, Shqipëria dhe Amerika. Pjesë dokumentesh